Të dashur qytetarë të Gjilanit, në ditën e 5 të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e trajnatorit, unë pata rastin që me miq dhe bashkëpunëtor të vizitojmë disa lagje të qytetit dhe të bashkëbisedojmë me qytetarë për të mësuar për brengat e tyre dhe për të biseduar me ta për planin ton, për zhvillimin e gjithë komunës dhe të gjithave fshatrave që rrethojnë komunën e Gjilanit. Një prej brengave më madhore të këtij qyteti dhe brengave kryesore me të cilat ballafaqohet komuna jon, sot patëm rastin ta diskutojmë edhe në ballafaqimin e parë publik televiziv në debatin e sotshëm në Kosovë. Ishte kënaqësi dhe nderi i veçantë që na u dha mundësia që të shprehim vizionin ton për të ardhmen e komunës së Gjilanit. Ishte me të vërtetë mundësi e mirë që ne dhe të kandidatë të tjerë të ofrojnë zgjidhjet e tyre për problemet që ballafaqohet Gjilani. Mirpo, qytetarë të dashur, unë besoj fuqishëm se kjo komunë nuk duhet të mbetet peng i kacafytjeve politike të së kaluarës. Nuk duhet të mbetet peng i problemeve me të cilat janë ballafaquar qeverisit të deritashme dhe që fatkeqësisht problemet të cilat ne ende i diskutojmë për faktin e thjeshtë se të gjitha qeverisit e pas luftës deri më tani nuk kanë arritur që të zgjidhin ato. Ne nuk do të diskutojmë për të kaluarën. Ne do të mësojmë nga e kaluara për të mos bërë gabimet që janë bërë deri më tani, por do të ecim së bashku, fuqishëm, për të arritur që të gjejmë zgjidhjet. Ky është vizioni jon për komunën e Gjilanit, kjo është oferta jon për komunën e Gjilanit. Pra që me sinqeritet, bashkëpunim dhe punë të arrijmë në zgjidhjen e këtyre problemeve dhe që një herë për gjithmonë problemet të tilla të mos diskutohen, që një herë për gjithmonë kjo komunë të zhvillohet gjithëmbarshëm sikur gjitha komunat e Kosovës. Ju faleminderit.